Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka reaguar ashpër ndaj sulmeve të fundit izraelite ndaj Iranit, duke i cilësuar ato si një provokim të qartë që shkelin hapur të drejtën ndërkombëtare dhe rrezikojnë stabilitetin rajonal. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Erdogan tha se Izraeli po e çon më tej strategjinë e tij të gjakderdhjes dhe paqëndrueshmërisë, duke zgjatur konfliktin përtej Gazës dhe duke e shtrirë në të gjithë lindjen e mesme. Sulmet e Izraelit ndaj fqinjit ton Iranit janë një provokim i qartë, që shpërfill ligjin ndërkombëtar. Këto sulme të kryera në një moment kur bisedimet mbi programin bërthamor iranian janë intensifikuar, kur presioni ndërkombëtar mbi veprimet njerëzore në Gaza po rritet, zbulojnë edhe një herë mentalitetin e papërgjegjshëm të Izraelit, që nuk njeh rregulla, u shpreh Erdogan. Presidenti turk akuzoi drejt për drejt qeverinë izraelite dhe kryeministrin Benjamin Netanyahu për veprime të rrezikshme që sipas tij kërcënojnë paqen jo vetëm në rajon, por edhe në shkallë globale. Qeveria Netanyahut po përpiqet të tërheqë rajonin tonë dhe të gjithë botën në një katastrofë përmes veprimeve të saj të pamatura, agresive dhe të palishme. Komunitetin ndërkombëtar duhet më në fund t'i thotë ndal këtij banditizmi që cënon sigurinë rajonale dhe globale, theksoi ai. Në fund të deklaratës së tij, Erdogan shprehu solidaritetin me popullin iranian. Ne nuk duam të shohim më shumë gjak, shkatrim dhe luftë në rajon. Si Turqi, dënojmë sulmet e urryera kundër fqinjit ton Iranit. Urojmë mëshirën e Zotit për viktimat, shërim të shpejtë për të flagosurit dhe i shprehim ngushëllimet tona popullit mik dhe vëlla të Iranit, përfundoi presidenti turk.